Imagjinoni një kampionat futbolli në të cilin një ekip ka bler arbitrin dhe fiton çdo ndeshje të rëndësishme për gati 2 vjet. Skuadra rivale e bezdisur shumë nga kjo situatë kalon në kundër reagim, blen shefin e arbitrave dhe merr peng presidentin e ekipit që fiton gjithmonë, e kërcënon, e shantazhon dhe detyron që të heqë dorë nga ato që i konsiderojnë si fitore të padrejta. Pasi nxjerrin nga loja arbitrin e korruptuar, krijojnë aleancë me kreun e arbitrave dhe fillojnë të fitojnë gjithçka që është e mundur. Viktimat e dikurshme kthehen në gjahtar. Një fabulë e tillë mund të shpjegojë atë që ka ndodhur me tendera 10 milione euro të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, e njohur si Akshi, një institucion që menaxhon Shqipërinë digjitale ku përpunohen të gjitha të dhënat e qytetarëve shqiptar. Skandali ka shpërthehur publikisht në dhjetor 2025, kur gjykata e posaçme ka caktuar masën e sigurimit të arrest në shtëpi për drejtoreshën e Akshit, Melina Karçanaj dhe zëvendësen e saj, Hava Delibashi. Gjithashtu prokuroria e posaçme ka njoftuar se ishin shpallur në kërkim biznesmenët Ergjys Sagasi dhe Ermal Beqiri. Me masat më të lehta të sigurisë janë marrë nën hetim dhe sipërmarrësit Andis Papa, Roges Ryta dhe Gzim Hoxha. Ky fundit vllai i ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pjesë e skemës së hetuar është dhe ish zëvendës drejtori i policisë së Tiranës Erion Ismailaj. Në vijim pjesë e hetimit janë përfshirë dhe ish zëvendës drejtori i Akshit, Daniel Shima dhe biznesmeni Elision Jorgji. Në dosje kanë rezultuar me role periferike dhe disa personazhe të tjerë. Historia megjithatë e viktima është treguar nga vetë protagonistët kryesorë të asaj, që dyshohet nga autoritetet hetimore si një aferë gjigande mashtrimi dhe korrupsioni, me element të grupit të strukturuar kriminal. E gjithë skema mbetet për të konfirmuar nga hetimet që kanë në zhvillim prokuroria e posaçme SPAK dhe vërtetësia e pretendimeve të njerëzve të përfshirë që do të kalojë edhe në filtrat e gjykatave. Megjithatë, redaksia duke rezervuar të drejtën për të mos marrë përsipër saktësinë e gjithçkaje që është deklaruar përpara prokurorëve, po sjell variantin e plotë dhe kronologjik të historisë, sipas asaj që gjendet në aktet hetimore. Gerond Meçe është një biznesmen që ka vite në tregun e pajisjeve teknologjike. Ai është pronar i kompanisë Advanced Business Solution ABS. Shoqëria është krijuar në 2002 nga nëna e tij, Shegush Meçe. Ndër vite nën e birë kanë kaluar disa herë pronësinë e ABS-s nga njëri tek tjetri. Në vitin 2011 ai ishte ortak në kompaninë B360 me Armand Frangun, baxhanakun e kryeministrit Edi Rama. Megjithëse bashkëpunimi formal mes tyre ka përfunduar në vitin 2012 me largimin e Meçes nga kjo kompani, ortakëria e tij me njeriu pranë Edi Ramës se ka përndjekur për shumë vite. Partia Demokratike në opozitë ka akuzuar shpesh publikisht Geron Meçen si prestanome të Armand Frangut. Këto dyshime shtoheshin akoma më shumë kur, sidomos prej 2020-s, kompania e tij ABS është shndruar në një lloj lideri absolut në fitimin e tenderave të zhvilluar nga Akshi. Armand Frangu por dhe vetë Rama i kanë mohuar publikisht këto akuzat të opozitës, por nga ana tjetër ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në një pronostim nga Ratia e ka konsideruar Akshin si kopshtin privat financiar të Edi Ramës, duke aluduar se tendera 10 miliona euro të institucionit përfundonin në xhepat e Frangut nëpërmjet kompanisë së Geron Meçes. Aktet hetimore të prokurorisë së posaçme tregojnë për një raport të ngushtë që ekzistonte ndërmjet biznesmenit Geron Meçe dhe ish zëvendës drejtorit të Akshi, Daniel Shima. Një raport i cili thuhet se kishte për qëllim paracaktimin e procedurave tenderuese. Shima ka mbajtur postin e nëndrejtorit si edhe i ngarkuari direkt nga drejtoresha Melina Karçanaj për zhvillimin e tenderave të Akshit. Emerton Suli, një përgjegjës sektori pranë Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ka deklaruar para prokurorëve se përgjatë kohës që Shima mbante poste të larta në institucion në periudhën 2018-2023, shumica absolute e tenderave fitoheshin nga Advanced Business Solution e Geron Meçes. Ai është pyetur se si person në hetim dhe ka pranuar se kishte patur marrëdhënie miqësore me Daniel Shimën dhe se ky i fundit e ka emëruar si shef të prokurorimeve në Aksh. Por gjatë aktivitetit profesional, Emerton Suli thotë se kishte konstatuar se të gjitha orientimet që vinin nga Daniel Shima do të shkonin, deklaruar Emerton Sulit në prokurorinë e posaçme. Këtu hyn në lojë shefi i policisë. Ky raport i dyshimit korruptiv mes Daniel Shimës dhe Geron Meçes kishte rënë në sy të shërbimeve policore të antikrimit ekonomik në policinë e Tiranës. Zëvendës drejtori i policisë së kryeqytetit Erion Ismailaj në vitin 2022 ka përcjellë në prokurorinë e Tiranës informacione për veprimtari të dyshuara korruptive brenda Akshit. Në materialin referues, shefi i policisë Ismailaj ka kërkuar nga prokuroria
që të verifikoheshin procedurat e tenderit të zhvilluara në drejtimin e zëvendës drejtori Daniel Shima, si dhe pasuritë e përfituesit të këtyre procedurave Geron Meçe. Ajo që në pamje të parë ka qenë një procedurë rutinore policore, duket se ka fshehur një tjetër rol të oficerit Ismailaj. Prokuroria e posaçme dyshon se ai është përdorur nga biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beshiri, të cilët përbënin grupin rival të Geron Meçes. Roli më i qartë i Ismailaj do të kuptohet në vijim. Por le të kthehemi sërish me historinë tonë në 2023-shin, kur Daniel Shima, i cili sipas varësve të vet po të ligjin në tenderat e Akshit, largohet nga detyra e rëndësishme. Raportet Karçana e Shima. Shkarkimi i Dorian Shimës nga posti i zëvendës drejtorit të Akshit në mesin e vitit 2023 është dukur si një rrufe në qiell të hapur për shumë njerëz, përfshirë stafin e brendshëm të institucionit, por edhe biznesmenët që rrotulloheshin rreth tenderave të pajisjeve teknologjike. Dyshim të disa prej punojësve të Akshit në prokurori tregojnë se mes të dyve ka patur raporte shumë të forta. Drejtoresha Karçana i kishte dorëzuar Shimës çelësin e tenderave dhe duket se gjithçka e vendosnin bashk. Shefi i prokurorimeve Mirton Suli ka thënë para prokurorëve se ai ka qenë në dieni të marrëdhënieve shumë të ngushta mes drejtoreshës dhe nëndrejtorit. Po ashtu Migena Strodër, pronare e kompanisë së pajisjeve kompjuterike AS SHPK, ka pranuar para prokurorëve se fillimisht Shima dhe më tej Karçanaj kanë ndërhyrë personalisht tek ajo që në vitin 2022 po bëi pjesë fiktive një tenderi për laboratorët shkollor, një procedurë e cila ishte paracaktuar të fitohej nga kompania Albaskan e Elison Jorgjit. Gjithashtu në dosjen e timore ngrihen dyshime se Daniel Shima ka përdorur familjarë të tij të afërt për të ndihmuar drejtoreshën Karçanaj të mbulojë pasuritë për të cilat besohet se janë krijuar nga fitime korruptive. Rafael Bistri, një vartës në kompanitë Ermal Beshirit, ka marrë një huaj në shumëm 80.000 euro tek Andis Papa, një tjetër biznesmen i dyshuar i përfshirë në skemën e Akshit. Kjo huaj është marrë për blerje apartamenti në vitin 2017. Një vit më pas, Bistri ja shet pasurinë e Enxhi Shimës, motrës së nëndrejtorit të Akshit Daniel Shima. Enxhi vetëm pak kohë më pas ja shet apartamentit nënës së Merlinda Karçanaj. Pasuria ndodhet në zonën e shtrenjtë të rrugës së Kavajës në Tiranë dhe SPAK thotë se vlera e tij është shumë e lartë se sa ajo e deklaruar në transaksionet mes këtyre personave. Për prokurorët, kjo është një skem për të fshehur të ardhurat e palishme të drejtoreshës Merlinda Karçanaj. Ky detaj është një dëshmi më shumë se mes Karçanaj dhe zëvendësit të saj Shima, raportet kanë qenë të ngushta, jo vetëm në planin institucional, por edhe në lidhje me pasuritë personale. Ndaj kur Karçanaj ka vendosur të ndërpresë rrugën me Shimën në vitin 2023, arsyeja duhej kërkuar te diçka më e thellë, më e rëndë, Ermal Beshiri. Duket se raportet e Shimës me biznesmenin Geron Meçe, i cili kishte fituar mbi 90% të tenderave të Akshit, ishte bërë shqetësuese për kompanitë e tjera. Ermal Beshiri me kompaninë e tij kryesore Soft & Solution dihet më i frustruar në këtë histori. Në vitet 2022-2023 ai është përjashtuar rregullisht nga tenderat e Akshit në argumentin se nuk ka qenë aftë të merrte një certifikat sigurie SPI. Emerton Suli, shefi i prokurorimeve të Akshit, ka thënë para prokurorëve se kërkesa për pajisje me certifikat sigurie SPI në tenderat rutinor ishte një artific për të shmangur Ermal Beshirin nga tenderat e do të shkonin te Geron Meçe dhe kompania e tij ABS. Vitin 2023, sipas dosjes së prokurorisë, në lojë hyn një personazh i ri, Ergys Agasi, djali i Bardhyl Agasit, një ish deputet i vjetër i Partisë Socialiste. Ergysi rezulton si një nga njerëzit kryesorë të paradhomës së kryeministrit Edi Rama. Shefi i opozitës Sali Berisha ka konsideruar Ergys Agasin si koordinator i Ramës në grupet kriminale. Këtë etiketim ka mbështetur më pas në një intervistë për emisionin Report në televizionin Italian Rai 3 dhe ish zëvendës kryeministri Arben Hametaj, një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të kreut të qeverisë. Alanca e krijuar mes Ergys Agasit dhe Ermal Beshirit ka ndryshuar tërësisht balancat në tenderat e Akshit. Agasi, i cili nuk ishte as pak profilin e inxhinierit elektronik, ka krijuar kompaninë AS Solution me veprimtarinë në tregtinë e pajisjeve elektronike. Hetimet e prokurorisë së posaçme kanë provuar se kompania Ergys Agasit ishte tërësisht fiktive, pa staf dhe pa furnizime. Diçka për krimin e AS Solution SHPK ishte marrë përsipër nga varësit e Ermal Beshiri dhe kompania e tij Soft Solution. Kompania e tij Advanced Business Solution nuk arriti të merrte certifikatën e sigurisë SPI dhe rrjedhimisht përjashtoi nga tenderat për mosplotësimin e kritereve, cilat vetë i kishte vendosur më parë me ish nëndrejtorin Daniel Shima. Për një ironi thuajse perfekte, kompania Soft & Solution e Ermal Beshirit, e cila për të paktën 2 vite 2022 deri 2023 nuk arriti të fitonte tendera në Aksh për shkak të mungesës së certifikatës, tashmë arriti të merrte atë dokument.
e bashkë me certifikatën edhe morinë e tendrave të zhvilluara nga gjysma e dytë e vitit 2023 e deri në fund të vitit 2025. Tashmë në zyrat e Akshit nuk dukej më Geron Meçe. Vizitori i shpesh ishte Ermal Beshiri. Në kohën e zonjës Hava Delibashi është rritur në mënyrë drastike pesha e kompanisë Solf Ensilation SHPK dhe operatorët e tjerë ekonomik të lidhur me të. Konkretisht Fas SHPK, Horizon SHPK dhe Communication Progress SHPK, dhe se ato fitonin pjesën më të madhe të procedurave të prokurorimit në periudhën 2024-2025, thot Emirton Suli, i cili duke se është treguar shumë i hapur me prokurorët. Ai shpjegon më tej se duke qenë se procedurat sekrete nuk publikoheshin, ishte më e thjesht manipulimi i tyre. Për gjitha këto tendera, Ergyes Agasi, i cili luante vetë rolin e ndërmjetësit, merrte qindra mijëra euro në formën e nën kontraktimit apo tarifës së suksesit nëpërmjet kompanisë së tij EA Solution. Përfitimi i Agasit ishte me të vërtetë i konsiderueshëm, pasi edhe vlerat e tenderave që fitonte Ermal Beqiri fryheshin në mënyrë abuzive. Kjo formë veprimtarie zbulohet në të paktën një episod të regjistruar, një video dhe audio në zyrën e Agasit në mars 2024, ku gjendeshin dhe Mirlinda Karçanaj dhe Ermal Beqiri. Projekti bën 2 milion euro, ne do ta bëjmë 4, dëgjohet të thot Agasi, një shprehje që nuk kundërshtohet nga bashkëbiseduesit e tjerë. Tenderat dhe dhuna. Dosja timore e Spakut ka treguar dhe në dimension tjetër se si zgjidheshin përplasjet për tenderat e Akshit me dhunë fizike dhe rëmbime kriminale. Shenjat e para për këtë sjellje janë dhënë diku në vitin 2022. Bigena Schroeder, një shqiptare rezidente në Gjermani, pronare e kompanisë Meseli në Tiranë AS SHPK, kishte marrë pjesë në disa tendera të zhvilluara nga Akshi. Në vitin 2022 ajo kontaktohet nga ish zëvendës drejtori Daniel Shima. Ky i fundit i kërkon që të krijojë një partnership me kompaninë Albaskan dhe Elison Jorgjit. Albaskan ishte përcaktuar si fituese një tenderi për ndërtimin e laboratorëve teknologjike në shkolla. Zonja Schroeder i ka thënë prokurorëve të saj që i është kërkuar të luante rolin e koperturës dhe për këtë shërbim do të merrte një shpërblim. Ajo thoshte se ka refuzuar ofertën se nuk i është paraqitur drejt për drejt nga Elison Jorgji dhe ky i fundit i ka thënë se nuk merre më me të, por duhet të takosh Ermal Beqirin. Bigena Schroeder ka thënë se megjithëse nuk i pëlqeu toni i bisedës, vendosi të takonte Beqirin në hotelin Rockner. Takimi megjithëse në një ambient të hapur i ka krijuar ndjenjë frike Migenës. Në atë takim ajo ka dëgjuar Ermal Beqirin të thotë se duhet të pranojë ofertën për të përfshirë fiktivisht në tender, pasi kishte hyrë në një pishin me peshkaqen, duke lënë të kuptohet se situata nuk ishte as pak normale. Bigena Schroeder ka thënë se në tavolinën e bisedës ka qenë edhe një person i tretë, të cilin më pas e ka identifikuar si Erion Ismailaj. Në drejtori i policisë së Tiranës, njeriu që në atë kohë ishte iniciuar hetimin penal ndaj Geron Meçes së Advanced Business Solution, rivalit të Ermal Beqirit. Ajo pranon se ka hyrë në tender është shpallur fituese si pjesë e një konsorciumi dhe një pjesë të parave ja ka kaluar kompanisë AS Solution të Ergyes Agasit në formën e nën kontraktimit. Bigena Schroeder pranon para prokurorëve se veprimet e saj janë fiktive, por i ka kryer nga frika e pishinës së peshkaqenëve. Ndërsa në 2025 elementi i dhun ka marrë për masa të panjohura. Geron Meçe nuk e ka pranuar asnjëherë se kishte humbur primatin në tenderat e Akshit, të cilat i kishte nën kontroll deri në vitin 2023. Në formë reagimi ai merrte pjesë në të gjitha procedurat tenderuese të agjencisë dhe pse e dinte se do të përjashtohej. Meqë e përdorte pjesëmarrje në tender për të bërë ankinime në seri pranë Komisionit Prokurorimit Publik. Ankesat e shumta të Meçes u janë bërë bezdisëse në kulm për grupin e dyshes Beqir Agasi. Në një deklarim të dhënë para prokurorëve të Spakut, Geron Meçe ka thënë se në fillim të 2025-s ka nisur të marrë disa sinjale kërcënuese. Sipas tij, lajmëtari ishte dërguar nga nëndrejtori i policisë së Tiranës Erion Ismailaj dhe mesazhi ishte që duhet të qëndronte larg tenderave të Akshit. Meçe thotë se i ka injoruar këto mesazhe, por pasojat që do të vinin më pas ishin shumë të rënda. Në 13 gusht 2025, paradites sapo Geron Meçe zbret nga apartamenti i tij një komando e përbërë nga disa djem të bërshëm, të cilët mbanin në trup një elek me bishkrimin Byroja Kombëtare e Hetimit e prisnin në obor. Sapo e panë e morën me forcë dhe e hipën në një autostradë të zezë, duke i thënë se do të paraqitej në ambientet e prokurorisë së posaçme. Përmjeti doli me shpejtësi nga Tirana dhe mori rrugën e vjetër të Elbasanit, duke ndaluar në një godinë gjysmë të prishur në fshatin Krap. Aty Meçe ka kuptuar se ishte marrë peng. Robësit të cilët ishin të masakruar dhe me dialekt nga Elbasani kanë kërkuar biznesmenit që të tërhiqte të gjitha ankesat që i kishte bërë së fundmi në Komisionin e Prokurorimit Publik. Ishin plot 13 procedura. Geron Meçe ishte i friksuar në kulm dhe ka kontaktuar me stafin e tij, duke kërkuar që të bënin të gjitha tërheqjet e ankimimeve. Pengmarrja ka zgjatur disa orë derisa pasdite para përfundimit të orarit zyrtar, mbyesit mësuan se dikush nga Komisioni i Prokurorimit Publik kishte njoftuar organizatorët e planit kriminal se ABC e Geron Meçes kishte dorëzuar tërheqjen nga të gjitha ankimet. Meçe nuk ka bërë denoncim, ndoshta nga frika për më të keqen. Vetëm një javë më pas ndodh një tjetër episod i dyshim. Para ditën e 20 gushtit 2025, Daniel Shima ka njoftuar
njoftuar në telefon familjarë se nëse vonohem dijeni se më ka arrestuar policia. Familjarët kanë kërkuar më shumë informacione pranë policisë së Tiranës, por ka rezultuar që Daniel Shima nuk ishte arrestuar dhe nuk gjendej në asnjë komisariat. Atyre janë lindur dyshime se Danieli mund të ishte rrëmbyer dhe kanë bërë kallëzim në polici për zhdukjen e tij. Të dhënat e përfituara nga qelizat e telefonit celular tregonin se ai kishte dalë nga Tirana deri diku afër fshatit Krap dhe më pas sinjali humbiste. Lajmi për zhdukjen e tij ka marrë përhapje të menjëhershme. Rreth orës 2 të mëngjesit të datës 21 gusht, Daniel Shima është paraqitur në komisariatin e policisë numër 4 dhe ka deklaruar se ishte larguar me dëshirë, pasi kishte pasur një debat familjar. Kjo deklaratë e tij nuk ishte shumë e besueshme, por gjithsesi autoritetet hetimore nuk kanë arritur të paktën deri më tani të konfirmojnë pistën e rrëmbimit dhe shantazhit ndaj tij. Fillimi i fundit. Në shtator 2025 Geron Meçe më në fund vendosi të flasë për prokurorët. Ai shpjegoi me detaje versionin e tij se si manipuloheshin tenderat brenda Akshit, si dhe jep të dhëna të hollësishme për episodin e rrëmbimit të tij. Prokurorët tregojnë shumë diskret dhe pasi përgatisin materialin i drejtojnë gjykatës së posaçme për të marrë leje për kontrollin e disa ambienteve të personave të dyshuar. Në zyrën e Ergys Agasit, agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë gjetur një ai kishte instaluar kamerat cilësisë së lartë, të cilat regjistronin me audio dhe video gjithçka ndodhte në atë ambient. Në një cep të veçuar, agjentët gjejnë një kompjuter server në të cilat ishin ruajtur materialet për disa vite. Në ato pamje, prokurorët siguruan takime dhe biseda të dyshimta mes shumë personazheve, përfshirë këtu Ermal Beshirin dhe Mirlinda Karçanaj. Disa pamje video audio dallohet edhe në drejtori i policisë së Tiranës Erion Ismailaj, që përmendet në mënyrë të hapur emra si Ilir Prota dhe Neritani, duke referuar drejtorit të përgjithshëm të policisë së asaj kohe, si dhe në drejtori për krimin e organizuar Neritan Albati. Gjithashtu në biseda mes Agasit dhe Beshirit është përmendur në një episod edhe fakti që kanë marrë informacione nga Ervina Gjana, një tjetër zyrtare lart e policisë për një operacion kundër një grupi falsifikatorësh. Burimet të pakonfirmuara kanë thënë se në regjistrimet e Agasit dalin dhe disa personazhe të tjerë të rëndësishëm të politikës, qeverisë e biznesit. Megjithatë, prokurorët janë treguar diskret dhe në materialet që i kanë dorëzuar gjykatës, janë kufizuar kryesisht tek ato detaje që i shërbejnë hetimit të tyre për manipulimin e tendrave të Akshit. Pasi kanë analizuar pamjet dhe kanë shqyrtuar dokumentat e tendrave të administruar pranë Akshit, prokurorët besojnë se kanë arritur të zbërthejnë manipulimin gjigant që ka ndodhur tek institucioni që menaxhon Shqipërinë digjitale. Në dhjetor 2025 ata kanë vendosur të realizojnë goditjen e parë të fortë. Gjykata e posaçme ka caktuar me sigurimi arrest në shtëpi për dy titullarët e Akshit, Mirlinda Karçanaj dhe Hava Delibashi. Për biznesmenët Ergys Agasi dhe Ermal Beshiri është caktuar masë arrestit me burg, por policia nuk ka arritur ende t'i gjejë. Erion Ismailaj, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, është pezulluar nga detyra dhe i është ndaluar dalja jashtë shtetit. Por sipërmarrësit Gëzim Hoxha, i kompanisë First, Andis Papa i subjektit Fastech dhe Roger Stryrta i Mega Distribution është caktuar masa ndalim për dalje jashtë shtetit. Prokuroria i ka të dyshuar këta persona për shkelje të barazisë në tendra dhe pastrim të parave në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Reagimi i Ramës. Goditja e Akshit nuk i pëlqeu as pak kryeministrit Edi Rama, i cili e ka konsideruar këtë institucion si të ardhmen e ndritur të Shqipërisë. Në takim me gazetarët për fundvitin e 2025-s, Rama ka marrë në mbrojtje drejtoreshën Mirlinda Karçanaj, duke deklaruar se jeton në shtëpi me qira, një aludim se ajo nuk mund të jetë përfshirë kurse si në veprime abuzive me tendera. Deklaratat e Ramës janë rrëzuar shumë shpejt pasi në formularët e pasurisë të dorëzuar nga Karçanaj ka rezultuar se ajo zotronte të paktën 4 apartamente, toka bujqësore dhe ullishte. Megjithëse doli blof, Rama nuk e lëshoi shpejt Mirlinda Karçanaj. Ai qëndroi në detyrë deri në shkurt 2026, megjithëse ka qenë në arrest shtëpie. Në fund kryeministri është dorëzuar dhe ka vendosur shkarkimin e saj. Në krye të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshit është emëruar Igli Tafa, i cili më herët ishte titullari i një institucioni të ngjashëm me Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Tafa nuk ishte i panjohur në dosjen hetimore të prokurorisë së posaçme. Daniel Shima, i pyetur nga prokurorët, ka deklaruar ndër të tjera: Zonja Karçanaj më ka treguar se zoti Igli Tafa, me detyrë titullari i Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike, është person i afërt me zotin Ermal Beshiri. Sekuestrimet. Ndërkohë që Akshi po ndryshonte titullarët, prokurorët po vazhdonin hetimin pasuror për të gjithë personat e përfshirë. Në prill të 2026 SPAK-u ka njoftuar sekuestrimin e mbi 40 milionë euro pasuri të anëtarëve të grupit të dyshuar kriminal, në të cilat përfshihen apartamente, vila dhe llogari bankare. Gjatë kontrollit të kryer në vilën e Ergys Agasit në një resort luksoz në periferi të Tiranës, policia i gjeti dhe bllokoi një kantinë me vera luksoze, vera të cilave llogaritej në mbi 3 milionë euro. Për arsye të paqarta dhe tërësisht të dyshimta, 10 shisha verë të shtrinta janë zhdukur brenda natës dhe askush nuk mund të thotë se ku përfunduan ato. Interesi i Agasit për vera të shtrinta nuk ishte më një sekret për publikun shqiptar. Ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj në intervistën e dhënë për Reporter Rai 3 ka treguar se kishte qenë dëshmitar okular kur Ergys Agasi dhe kryeministri Edi Rama kishin konsumuar verë me vlerë 30.000 euro shishja në zyrën e kreut të qeverisë.
misht armisht. Merlina Karçanaj, pasi është njohur me dosjen e prokurorisë, ka kuptuar se shumë të dhëna kundër saj janë ofruar prokurorëve nga ish miku dhe ish nëndrejtori i saj i besuar Daniel Shima. Ndaj duke se ka vlerësuar që të hakmerret, duke ia kthyer me të njëjtën monedhë. E ripyetur nga prokurorët e posaçëm, Karçanaj ka treguar për manovrat e dyshimta që realizonte Shima gjatë kohës që kontrollonte tendrat e Akshit. Në bazën e këtyre deklarimeve është zbuluar dhe roli një tjetër biznesmeni, Elison Gyorgji Albaskan, i cili nuk ishte i përfshirë në hetimin fillestar. Pas deklarimeve të Karçanaj dhe verifikimeve në dosjen hetimore, prokuroria e posaçme tashmë ka marrë në hetim zyrtarisht dhe Shimën si dyshuar për manipulimin e tendrave dhe bashkë me të dhe Gyorgjin Albaskan. Hetimet për grupin kriminal të Akshit janë ende në vijim. Merlina Karçanaj në fillim të majit 2026 ka arritur të zbusë masën e sigurimit në gjykatën e lartë. Për periudhën në vijim, ajo duhet të paraqitet 2 herë në muaj para agjentëve të byros kombëtare të hetimit. Dosja Akshi është një thes që sa herë të shkundët aq herë do të nxjerrë dhe emrat e episodeve të dyshuara korruptive. Është një histori ku qaktarët janë kthyer në pre dhe më pas kanë treguar gjithçka për njëri tjetrin.